Në një moment të qetë dhe reflektues brenda ambientit të ferma VIP, shoqja Mauza ka ndarë disa mendime që shkojnë përtej përditshmërisë së një reality show, duke marrë një kuptim më të thellë dhe pothuajse filozofik. Qa nuk po mësojmë në ferm, po mësojmë edhe kozmetikën. Shumë gjëra të bukura kam mësuar këto. Duhet të kisha ardhur më parë që të njihje qytetin këto fjalë, në dukje të thjeshta, mbartin një reflektim të fortë mbi jetën dhe përvojën njerëzore. Në thelb, Mauza nuk po flet vetëm për aftësi praktike si kozmetika apo për eksperiencën në ferm. Ajo po flet për procesin e të mësuarit si një rrugëtim të vazhdueshëm, që shpesh vjen atëherë kur nuk e pret. Në një mjedis që duket i izoluar nga bota moderne, ajo ka zbuluar një dimension tjetër të vetes, një dëshmi se njeriu mëson kudo, mjafton të jetë i hapur. Fjala e saj duhet të kisha ardhur më parë, mbart një ndjenjë pendese të lehtë, por njëkohësisht edhe ndërgjegjësim. Është ai moment kur kupton se disa eksperienca do të kishin ndryshuar rrjedhën e jetës nëse do t'i kishe përjetuar më herët. Por në të njëjtën kohë, kjo fjalë i fsheh edhe një të vërtetë tjetër. Çdo gjë ndodh në kohën e vet, njohja e qytetit, për të cilën ajo flet, nuk është vetëm një njohje fizike e një vendi. Është njohje me njerëzit, me kulturën, me energjinë e një ambienti të ri. Është zgjerim i horizontit dhe dalje nga kufit e zakonshëm. Dhe pikërisht këtu qëndron bukuria e eksperiencave të tilla. Ato të nxjerrin nga rutina dhe të përballen me versione të reja të vetes. Në një kuptim më të thellë filozofik, thënjet e Mauzës na kujtojnë se jeta është një proces i vazhdueshëm mësimi. Nuk ka rëndësi se ku ndodhesh, në një ferm, në një qytet apo në mes të një gare televizive, çdo situatë ka diçka për të dhënë. Pyetja e vetme është, a je i gatshëm ta marrësh? Ajo që e bën edhe më të veçantë këtë reflektim është fakti se vjen nga një ambient si ferma VIP, ku zakonisht fokusi është tek gara dhe dinamika mes banorëve. Por në mes të kësaj, lindin momente të sinqerta që tregojnë se përtej lojës, njerëzit rriten, ndryshojnë dhe kuptojnë më shumë për veten. Në fund, mesazhi i Mauzës është i thjeshtë, por i fuqishëm. Mos prit shumë për të provuar gjëra të reja, për të mësuar dhe për të njohur botën përreth. Sepse çdo eksperiencë e humbur është një mundësi më pak për të rritur. Dhe çdo hap i ri, sado i vogël, është një dritare drejt një versioni më të plotë të vetes.